Nëse erdhët në tregimin e ditës, her pas here ndjej nevojën për të thënë diçka. Më parë, tregimi ka qenë i përditshëm, tani kur ka ngjarje, të cilat më ngacmojnë që të flas. Një ngjarje që më ka ngacmuar fort të flas ishte Bienale e Venecias. Unë isha për herë të parë në Bienale, isha ditën e përurimit të pavionit shqiptar. Një ngjarje për cilën dua të ndaloj dhe të tregoj. Po si fillim, nisim me pak plane të Venecias, një qytet i jashtëzakonshëm, një qytet i cili në çdo ditë të vitit, në çdo stin të vitit është i bukur, është i ndryshëm, është thjesht në Venecia është thjesht një sken filmi. Pavarësisht ka ngjarje apo jo, është vetë qyteti një ngjarje. Shikon këto momentet edhe shumë bukur, sa po shkon del nga treni dhe arrin në stacionin e Venecias, befas shikon një kartolin. Është stacioni i trenit në fakt. Të duhet aty vetëm të duhet të marrësh gondola, në rastin më të mirë kushtojnë. Nëse jo ke autobus të ujit, janë pafund me orare, janë varkat, kanë të gjitha. Gondolët janë për më të ngeshmit, për ata që vend ta shijojnë, domethënë që vend për ato ditët e dëshirës për ta parë turistët që vend për ta shijuar në maksimum, ndërsa të tjera, të cilët janë për punë, si kundër kësaj radhe, shikoja shumë njerëz që ishin për punë, sepse ishin artistë, kurator, njerëz të cilët kishin ardhur enkas për Bienalen e Venecias, ata marrin më tepër autobus uji edhe vrapojnë, kanë një punë. Gjithë qyteti kësaj radhe ishte i kthyer, përveç se siç është ai një sken filmi, tani ishte edhe një sken bienalesh. Në çdo vend të qytetit kishte atmosferë të bienales, kishte edhe skenat bienales. Për shembull, ti futesh në një park, i cili është i zakonshëm në ditë tjera, tani këtu shikon që është vendosur e gjitha një punë. Një artist i përfituron. Këtu shikon punën, aty shikon një jat, aty më tutje është laguna. Është një prallë për syt Venecia, por në ditët e Bienales është një prallë edhe më magjike, dhe si e tillë edhe më e kushtueshme. Është e qartë që në ditët e Bienales të shkosh në Venecia kushton shumë, sepse ata e kuptojnë shumë mirë këtë gjë dhe çdo gjë është 4-5 fishuar. Por është një ngjarje për të cilën ja vlen me çdo kusht ti jesh, dhe kjo është Bienale e Venecias, por është më tepër që ti ke një pavion ku prezantohesh në mënyrë dinjitoze siç është Shqipëria. Këtë herë tek Arsenale, her pas here më kanë thënë ka qenë te Giardini, për mua është hera e parë, nuk e di, në Venecia ka disa vende ku është vendosur Bienalja, Giardini, Arsenale apo edhe në kopshte, në kisha dhe kudo në vende të tjera. Kësaj radhe ishte tek Arsenale, vendi pra quhet i tillë, tek një ish qendërtetare, dhe në këtë vend është pavioni ynë. Është një Genti Corini, është emri i artistit i cili na prezantoi këtë herë në Bienalen e Venecia. Dua të them diçka personale, secili ka mënyrën e vet të parit të artit. Çfarë pash unë? Unë pash një, ose më saktë unë ndjeva kënaqësi për syt kur ula aty. Jo, më iku dhe më shkoj në pavione të tjera. Do doja të rija pak te Genti Corini, nëse mundesh, tek puna jon. Okej, rrim edhe pak këtu. Pastaj shkojmë te pavionet e tjera. Ky është momenti kur kanë folur, është Genti që flet, pastaj është kuratoria, është polake, është personazhi kryesor pastaj i filmit A Place in the Sun, një vend në diell, që është në një farë mënyrë edhe pyetja që bën Genti. Çfarë vendi në diell? Çfarë vendi ka Shqipëria në fakt? Në diell apo në dritë apo merre si të duash. Ja, dua të lexoj diçka që ti je më saktë në gjërat që them për Gentin dhe për punën e tij. Pra, puna e Corinit ka një gjuhë të heshtur, poetike, njëkohësisht politike. Në pamje të parë duket minimaliste, por pastaj fshihet një reflektim i thellë mbi migrimin, identitetin, dëshirën universale për të gjetur një vend në diell. Titulli lidhet me vetë ëndrrën njerëzore për një jetë më të mirë, diçka që shqiptarët e njohin shumë mirë përmes historisë e migrimit dhe tranzicionit.
instalacionin e tij, drita luan rol qendror, ajo nuk është vetëm element estetik, por simbol shprese, kujtese dhe ekspozimi. Korini duket sikur pyet çfarë ndodh kur njeriu më në fund arrin vendin që ka ndëruar. Veprat e tij ka një ndjesi kinematografike dhe meditative. Nuk të imponon përgjigje, por të fut në një gjendje reflektimi. Kjo është arsyeja pse puna e tij funksionon kaq mirë në këtë bienale të këtij viti, e cila i përket në një farë mënyre ose ka zgjedhur të përkas një bote që në vend të zhurmës zgjedh atmosferën dhe eshtjen. A Place in the Sun mund të lexohet edhe si metaforë për Shqipërinë moderne, një vend që vazhdon të kërkojë vendin e vet në perëndim sigurisht. Por, mund të kalosh dhe vazhdojmë edhe pak, gjithsesi me punën tonë. Mund ta mendosh në të gjitha mënyrat, ka diçka që thua, a është kjo shqiptare, sepse ajo në pamje të parë është globale, edhe njerëzit të cilët janë përfshirë në të. Por fabula është jona, edhe në fund të fundit ti nëse do të shohësh identitetin tënd dhe shikon, nëse jo e shikon si një punë globale edhe të realizuar në mënyrë të përkryer, mund ta themi realizimi i jashtëzakonshëm. Pastaj pyetjet për sa identitet ka, edhe ku e shikon ti, janë secili i bën në mënyrën e vet. Unë ndjeva mirë kur e pash atë punë, kur pash njerëzit që shikonin atë punë, edhe më ndihmo tani të kalojmë, regjia të lutem, dhe jo vetëm kaq, por edhe kur e pash përballë punëve të tjera. Sepse në pavionet ngjitur me Shqipërinë mund të shikosh pastaj, më duket ishte Turqia këtu. Janë disa pavione afër me njëra tjetrën, se Turqia ishte nuk po kujtohen tani, por do t'i shikojmë pak nga pak. Ti futesh edhe nuk del më, dhe pastaj haron kush që çfarë, por e rëndësishme është që ti si vend qëndron në mënyrë dinjitoze. Këtu dua të ndaloj pak, kjo ishte e ndryshme nga shumë punë, kjo në një farë mënyrë kishte edhe vetë shpirtin e bienales edhe nevojën e saj për të folur në tone të tjera, në tonet jo ato të larta të zhurmës dhe të bërtitjes, po in minor case, siç është titulli i bienales, në tonet tjera, të cilat janë tonet e ulta të zërit në muzikë, po edhe në jetë, që janë tonet edhe të vërtetat. Ky është shkatrimi, kjo është lufta, kjo është ajo që ne mundohemi të mos e mendojmë, sepse në fund themi po ndodh atje s'është këtu, por artistët e kanë për detyrim ta tregojnë. Dhe treguar prej tyre ajo është kaq e ndjeshme dhe kaq e fortë sa bëhet e pamundur të mos rish të mendosh për të. Krijohet ideja kur hyn në këtë pavion sikur jo vetëm shikon shkatrimin, por sikur ndjen dhe aromën, erën e tmerrshme të trupave të djegur, erën e llatarshme të luftës, kështu të duket, nuk e di, ndoshta kam gabim, po mua kështu më duk. Në shumë pavione ndjeje një lloj normaliteti, një lloj naturaliteti, një lloj jete, le të thuash. Do të thënë arti bashkëkohor kuptohet është i ndryshëm nga ai që ti thua çfarë mesazhi ka atë. Ai ka mesazhe të ndryshme, ai nuk është e pe dhe e kuptove. Ai është në mënyra të ndryshme dhe shumë kush nuk ndjet rahat, ndjet më mirë me diçka më klasike. Por kësaj radhe ajo që ti ndjen tek ky lloj arti i Bienales së Venecias ishte ajo që kërkonte edhe titulli, që kërkoi edhe kuratoria, që kërkoi mesazhi i kësaj bienale, të tregoj jetën. Dhe prandaj duke e çuditshme kur shikoja për shembull në disa momente njerëz që punonin që ishin duke punuar, domethënë ishin pavionet afrikane që njerëzit tregonin vërtet çfarë ishin duke bërë me punën e tyre, në tip të zgjau, gjërat natyrale të përditshmërisë të tyre, ose në poçeri, ose shikoje pastaj dyqane të tëra, fruta perimesh, të kalonin gjithë frutat përpara dhe ti duket sikur ishe tek fruta perimet e lagjes. Dhe ndjesia e të qenit e një jete që të kalon përpara syve ishte edhe në bienale, jo në të gjitha pavionet, kishin mënyra të ndryshme të parit të jetës, në këtë kopsht e shikoja ndryshe, në pavionet e brendshme e shikoja në mënyrë tjetër. Çfarë të kemi mi trego, kam përshtypjen si kemi të gjitha fotot, po s'ka gjë, dhe videot, s'ka gjë, janë xheruara nga unë në mënyrë jo profesionale me celular thjesht, por ajo që kupton në fund të ditës është se si një qytet mund të shndërrohet, ai është një qytet turistik i jashtëzakonshëm, por ngjarje të tilla e bëjnë edhe më të jashtëzakonshëm, i arrisin vlerën
edhe materiale shumë më tepër, e mbushin edhe më tepër me njerëz, e mbushin. Ti shikoje për shembull nga xhardini në Arsenale, një vend të tërë ku njerëzit ecin, ti shikoje pa fund, vetëm njerëz të Bienales. Si dallon shumë mirë ata turistët nga njerëzit e Bienales. Nuk e di pse janë ndoshta më elegant, janë të veshur ndryshe, ata janë gjithë njerëzit e Bienales. Dhe ata i kishin dhënë qytetit këtë gjallërinë e cila vazhdon gjatë, vazhdon deri në nëntor, sepse ata dohen aty duke ndarë një ngjarje të madhe ndërkombëtare, siç është Bienalja e Venecias, një ngjarje, një olimpiad praktikisht për këta artistë që marrin pjesë. Këtu jemi duke parë ende punën tonë, një vend në diell i Genti Korinit, ja dhe Genti Shkurti që nxjerr kokën aty, më pengoi ta xhiroja. Genti Shkurti është një mik i ershëm, një artist i jashtëzakonshëm. Dhe kjo më pëlqeu që kësaj radhe ministria kishte ftuar disa gazetar, ftuar në kuptimin e ftesave, jo të ftesave të tjera se mos më keq kuptoni, vetëm thjesht mundësinë për të futur me ftesë në Bienale, se pastaj fillon zhurma në Tiranë si i ka ftuar. Disa gazetar, pak gazetar pash, një gjë shumë e mirë kjo, por pa shumë artist. Kishte ftuar shumë artistë ishin. Besoj unë i ka ftuar, nuk e di, mbas e kanë ardhur vet, po në kuptimin të futesh në Bienale do një edhe ti je i ftuar të presësh bilet, do një radhë madhe të rish të presësh dhe sa të vi koha jote që të hysh. Por në promovimin e pavionit shqiptar pash nga Ila te Genti Shkurti edhe ishte e bukur. Ishte shumë e bukur të shikoje bashk artistët shqiptar, bashkëkohor, cilët na prezantojnë në mënyrë dinjitoze, në mbështetje të një kolegu, siç është artisti Genti Korini, po jo vetëm kaq, edhe në kënaqësinë e të përfaqësuarit në mënyrë dinjitoze në një pavion të madh, se ndonjëherë dhe hapësira ku je ekspozuar tregon rëndësinë në një pavion të madh, luksoz, plot me njerëz, plot me kureshtje, me një punë realizuar shumë mirë. Edhe ti mendoje që po, Shqipëria është në vendin e saj në diell si shumë vende të tjera, e treguar shumë mirë me fabulën e saj këtë herë. Pastaj secili ka fabulën e vet. Kosova kishte një fabulë shumë të bukur, më pëlqeu shumë. Kur e tregonte, jo e treguar prej meje, ishte një vend tjetër, Kosova s'ishte këtu, ishte goxha larg dhe prandaj s'pata mundësi të shkoja. Më vjen keq, po më pëlqeu kur i lexova, edhe më treguan për të tjerë pjesëmarrës, më thanë që e kishin parë, kishte pëlqyer shumë Kosova, por e shkruar prek një autorit huaj, ai thoshte vajta të blia qumështa, dhe kur pash diku aty tha ishte ekspozuar Kosova, dhe mendova çfarë fati i madh. Ti jesh në këtë qytet, të shkosh për blerë qumësh dhe të shohësh këtë lloj arti. E tregonte bukur atë punën e Kosovës. Punë të tjera të bukura kishte sa duash. Më bëri përshtypje diçka që kishte të bënte edhe me problematikën e Bienales, nuk mungon të kohë në të gjitha ambientet artistike, një policia më e madhe, ushtar, njerëz që ruanin aq shumë ishin tek pavioni i Izraelit. Aty unë sapo kalova filluan të më bërtisnin Palestina e lirë, edhe aty fillon të kuptosh që po, nuk ka art pa politik. Në fund të fundit dhe kjo Bienale është politik. Për shkak të politikës juria e Bienales kishte dhënë dorëheqjen, për shkak pikërisht të Izraelit. Dhe tani më duket se do bëj diçka në lidhje me çmimin, do vendosej në mënyrë me votim popullor, diçka që artistëve nuk i pëlqen sigurisht, sepse këto nuk janë arte ku vendoset në mënyrë popullore, duhet një juri e specializuar, po ja, në fund të fundit kjo është e realia, kjo është e vërteta, nuk mund të bëjmë sikur. Po, ka probleme, po, kjo është një botë në luftë që nga Ukraina, dhe Ukraina ishte afër nesh. Ishte afër, po ndalova më shumë tek Turqia në fakt. Nga Ukraina në Rusi, nga Izraeli. Në Iran ke luftë dhe për sa kohë ke lufti nuk mund të bësh sikur nuk ka, dhe sikur bota është e bukur, edhe Venecia është dhe do të jetë aty përgjithmonë. Jo. Andaj artistët din ta tregojnë, din ta përcjellin në këtë mënyrë dhe ti kapin telat e botës, e kohës, dhe ti luajnë në atë mënyrë që të ngacmojnë dhe të frymëzojnë të tjerë njerëz të krijojnë edhe të jetojnë. Po e mbyll me këto pamje, cilat e qenë edhe më reale dhe përshtateshin realisht me titullin e Bienales Venecias, duke uruar që kushdo që shkon në Venecia këto kohë të mund ta shikojë dhe ta shijojë. Është një frymëzim jashtëzakonshëm, është një kënaqësi e madhe për syt, për shpirtin, edhe
shumë krenari kur shikon pastaj mes gjithë atyre edhe një pavion të kuruar aq mirë dhe me një punë aq interesante si ajo e Genti Korinit, A Place in the Sun. Shumë urime të gjithë atyre që e sollën këtë punë, edhe është Genti, është gjithë stafi i tij, nuk ishin disa, domethënë do të përmendja të gjithë, por nuk i kam letrat përpara. Pastaj kam përshtypjen që është ministria që e mbron, Ministria e Kulturës, Blendi Gonxha që e mbështet këtë punë, edhe kishte edhe kurator, ishte Abi Bank, një bank që mbështet shumë kulturën. Unë vetë jam e privilegjuar që jam sjedhur prej tyre të më mbështesin disa prej dokumentarëve, kënaqësi e madhe, kam përsëri një punë me ta. Ishte Balfin Group ose Fondacioni Mane, kam përshtypjen, mos e ngatroj, Fondacioni Mane, besoj që mbështet një punë e cila në fund të ditës, përveç kënaqësisë që t'i jep, kushton. Dhe ne duhet ta pranojmë që punët e mira kushtojnë shumë, dhe arti dhe kultura që jo vetëm të frymëzoj njerëz, por dhe të përfaqësoj Shqipërinë, ka nevojë për mecenatët e duhur. Kështu që uroj që ata të shtohen, uroj që të gjenden politikat e duhura që të mbështetet arti dhe kultura në Shqipëri, edhe të mund t'i dhurojnë vetes çaste të tilla si ato që kalohen duke parë Shqipërinë edhe jo vetëm në Bienalen e Venecias. Në fund të fundit, jeta pa art është shkretir. Po e mbyll këtu tregimin për Bienalen, mua më dha kënaqësi, uroj t'i ketë dhënë kënaqësi shumë kush do gjej mundësinë për ta parë në vijim. Regjistrohu tek dritare e televizionit dhe Rudina Xhunga, në 2 kanale, të cilat po bëhen shpejt jehona një seri të mirë.